kalon nga një takim në tjetrin, me përçartje, mendon dhe beson se mund të mashtroj sot qytetarët shqiptar. U thot, me qenë se ndajti 3 muaj pa program, tani s'fundi ka fillue të bëj kopje të shëmtuara të programit ton, po dhe ato nuk i merr mend mirë, i ngatron shifrat, i ngatron të gjitha. Mirë po, sot u thoshte se në vitin 2030 do të keni rrogën minimale 630 euro. U thoshte se në vitin 2013 do keni pensionin minimal 200 euro. Po kush i beson ati? Aja koma, ajo është në stadin e tretë, të pashpres të njeriu të pashpres. Dhe miq, dijeni nga unë, stadi i tretë i njeriu të marrë fund psikologjikisht si njeri është stadi në cilin ai beson gënjeshtrat e tij. Sot përpiqej të binte shqiptarët se ka punësuar 300.000 shqiptarë. Në një kohë kur mbar Europa, çdo shqiptar e din që largoi në 10 vite 1.099.000 shqiptar vetëm në hapësirën e Schengenit. E din, miq, po vi nga Valencia, takova shumë miq të vjetër, shumë miq të mirë. Dhe natyrisht, qëllimi im ishte të paraqes gjendjen në Shqipëri dhe të bëj avokatin e kauzave tona të drejta. Por vështërsia që unë gjeja të bidhja miqtë e mi se janë zhdukur 130 milion euro në djegësin e Tiranës nga Edi Rama dhe Erion Velia dhe djegësi nuk ka asnjë tull, nuk do të harroj. Më duhej ta ktheja nga e para 3 herë tregimin tim me habin që i krijonte. Nderim të madh ju qytetarëve të Tiranës që e përcolta atje ku e meritonte. Erion Velin, dhe u garantoj se ju do përcjellni po tek ai Edi Ramën shumë shpejt pas këtyre zgjedhjeve.